Përshëndetje. Sot do flasim për temën shtregon përdorimi i parafjalëve nëpërmjet shembujve të ndryshëm. Do të mësojmë shtregon gjymtyra e prirë nga parafjala për, shkak, qëllim, vend apo kohë. Shembuj. E para, po shkoj për vizitë në Itali. Parafjala për këtu tregon qëllim. Për një vonesë të vogël u shkaktua gjithë ai problem. Për tregon shkak. 3. Do të kthehej për një javë. Parafjala për tregon kohë. Nesër mendoj të nisem për Shkodër. Për tregon vend. Shtregon gjymtyra e prirë nga parafjalët prej, lëndë, vend, shkak ose kohë. Prej veriut po frynte një erë e fuqishme. Këtu tregon parafjala prej tregon vend. Shtëpia prej guri duket shumë e ftohtë. Prej tregon lëndë. Ata njiheshin prej kohësh që fëmijë. Parafjala prej tregon kohë. U trem prej kohës së keqe, prandaj serdhi. Parafjala prej tregon shkak.